Stop duhanit, me këtë moto njësia vendore kujdesit shëndetësor në Shkodër organizoi këtë premtë një aktivitete sensibilizues, qëllimi ishte inkurajimi të rinjve që të lënë duhanin. Ditmir Boriqi, specialist i shëndetit parsorë në një VKSH Shkodër, theksoi se duhanpirja është një varësi që po merr miliona jetë njerëzish çdo vit dhe është një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të rënda. Dua të them se duhanpirja tashmë është një varësi që po merr miliona jetë njerëzish në mbar botën dhe po shkakton sëmundje shumë të rënda si kanceri i mushkërive, infarkti, sëmundje kronike të frymarrjes dhe po dëmton çdo organ të trupit. Unë jam i mendimit që ne të gjithë kemi një rol në këtë qytet, si individ, si prindër, si qytetar. Ne nuk jemi këtu për të gjykuar ato që i pinë duhanin, por për të inkurajuar që ta lëjnë. Dhe për të mbështetur kryesisht të rinjt nga një ardhmje që sjell vetëm pasoja. Qytetarët janë përgjigjur pozitivisht, ku na bashkohen në këtë nismë. Ka pasur përgjigje pozitive nga të gjitha kategoritë e moshave, por qëllimi jonë kryesisht është të rinia që prej aty duhet filloj kjo nismë. Me pankarta simbolike dhe mesazhe ndërgjësuese, mesazhi ishte kryesisht për të rinjt kundër përdorimit të duhanit.